Imagjinoni një qytet ku të gjithë njihen me tjetrin, ku sekretet nuk ekzistojnë, deri në momentin ku rajri i rënd i vitit 1971 u thye nga një zhdukje që do të përndiqte brezat për 40 vite me radhë. 2 vajza të reja, një makinë e braktisur dhe një ditar i fshehur që priste të zbulonte të vërtetën rënqethëse. Çfarë ndodhi vërtet në atë hambar të vjetër? Sot, pas 4 dekadash, misteri i Elmudi po zgjidhet nga një zbulim i rastësishëm në një varrezë makinash. Qëndroni me ne, sepse ajo që do të ndëgjoni do t'ju ndryshojë mënyrën se si shihni shpresën dhe guximin njerëzor. Ajri i pranverës së vonë rëndonte mbi Elmudi, një komunitet i bashkuar ku sekretet ishin po aq të rralla sa të huajt. Më 17 maj 1971, ajo ekuilibër delikat u thye me zhdukjen e Cheryl Matthews dhe Pamela Reynolds, dy shoqe të pandashme që dukej se mishëronin shpirtin rinor të qytetit. Cheryl, 19 vjeçe, ishte vajza e mësueses lokale Margaret Matthews. Ajo njihej për mbrektësinë e saj dhe ëndrat për t'u bërë gazetare, duke mbajtur gjithmonë me vete një blog shënimesh ku shkruante vëzhgimet për qytetin. Pamela, 18 vjeçe, ishte më e rezervuara nga të dyja, punonte me kohë të pjesshme në dyqanin e pajisjeve të babait të saj dhe planifikonte të ndiqte kolegjin në Vjeshtë. Mëngjesin kur ato u zhdukën filloi si çdo ditë tjetër. Margaret kujtoi se Cheryl u largua herët duke përmendur planet për të takuar me Pamelën për një kafe mëngjesi në lokalin e zonës. Deri në mesnatë, kur asnjëra nga vajzat nuk ishte kthyer në shtëpi, shqetësimi filloi të përhapi si zjarr nëpër rrugët e ngushta të Elmudit. Sherifi Robert Kilmer ishte i pari që u mobilizua, një ligjvënas vetëm me 20 vjet shërbim. Ai i kuptonte dinamikat e qytetit të vogël. Diçka nuk ishte në rregull, i tha ai zëvendësit e tij, Frank Morrison. Kërkimi fillestar nisi metodikisht, duke kontrolluar vendet e njohura ku rrinin vajzat, duke marrë në pyetje bizneset lokale dhe duke gjurmuar lëvizjet e tyre të fundit. Ndërsa orët ktheheshin në ditë, shqetësimi fillestar i komunitetit u shndrua në diçka më të errët. U formuan grupe kërkimi për të zgjedhur dhe për të kërkuar pyetjet për rreth. Format dhe ndërtesat e braktisura. Vullnetarët sollën qenë, elektrik dore dhe një ndjenjë dëshpërimi në rritje. Fasada e qetë e qytetit u çarr duke zbuluar një ankth kolektiv të papërpunuar. Thashëthemet lokale filluan të qarkullonin. Disa pëshpëritin për një endacak që ishte parë pranë qytetit javë më parë, të tjerët kujtonin ngjarje të çuditshme, një makinë misterioze të parkuar në rrugët dytësore apo tinguj të pashpjegueshëm gjatë natës. Mulliri i thashëthemeve punonte jashtë orarit, duke thurur teori gjithnjë e më të ndërlikuara. Një i dyshuar kryesor doli shpejt, Thomas Garrett, një fermer i vetmuar që jetonte në periferitë të Elmudit. Në të mesmet e të 50-tave, Garrett kishte reputacionin e njeriu antisocial. Shkeljet e mëparshme të vogla, kryesisht lidhur me mosmarrveshjet e kufive dhe përballjet e rastësishme me fqinjet, e bën atë një shënjestër të lehtë për dyshim. Sherifi Kilmer e solli Garrettin për marrje në pyetje. Interrogimi ishte i tensionuar me Garrettin që mbante një qëndrim stoik. Ai kishte një alibi për ditën e zhdukjes, punë të dokumentuar në fermën e tij e konfirmuar nga fermerët fqinja. Pavarësisht marrjes në pyetje intensive, asnjë provë konkrete nuk e lidhte atë drejt për drejt me zhdukjen e Cherylit dhe Pamelës. Familjet e vajzave e mbanin peshën e pasigurisë në mënyra të ndryshme. Margaret Matthews u bë një hije vetvetes, duke kaluar mes shpresës dëshpëruese dhe pikëllimit paralizues. Ajo kalonte orë të tëra duke qarë dhe duke parë nga dritarja e dhomës së ndenjes, sikur donte që vajza e saj të materializohej nga peizazhi. Prindërit e Pamelës, Reynoldsët, morën një qasje më aktive, duke mbushur qytetin dhe zonat përreth me postera për personat e zhdukur. Javët u kthyen në muaj dhe vrulli i hetimit filloi të zbehej. FBI u përfshi për pak kohë, por përfundimisht i reduktoi përpjekjet. Kërkimet fizike u bën më pak të shpeshta, shpresa filloi të shuhej. Qyteti i Elmudit mësoi të jetonte me mungesën, një dhimbje fantazme që qëndronte pak në sipërfaqen e jetës së përditshme. Deri në vitin 1972, rasti ishte ftohur efektivisht. Cheryl dhe Pamela u bën një parallë paralajmëruese, për të cilën prindërit u
Përshpëritnin fëmijëve të tyre një legjend lokale që paralajmëronte për rreziqet që fshiheshin përtej kufive të sigurt të qytetit. Vitet kaluan, hetuesit origjinal dolën në pension, familjet u plakën, qyteti vazhdoi të mbante peshën e misterit të pasgjidhur si një vrag kolektive. Brezet e rinj e dinin historinë, por e ndjenin si një jehon të largët, një tragjedi që i përkiste një kohë tjetër. Në bisedat në lokalet dhe në për berberhanet lokale, zhdukja mbeti një temë spekulimesh të heshtura. Çfarë ndodhi me të vërtet me ato vajza? Mbeti një pyetje që varrej në ajrin e Elmudit, pa përgjigje dhe gjithnjë e pa shpresë. Pak e dinte qyteti se 40 vjet më vonë një zbulim i rastësishëm do t'i jepte jetë të re këtij misteri dekada të vjetra. Chevrolet Impala, që qëndronte në një varrezë makinash të largët, mbante sekrete që së shpejti do të zbërthenin fijet e kësaj tragjedie të harruar prej kohësh. Varreza e makinave shtrihej si një varrezë metalike, rreshta automjetësh të ndryshkura që qëndronin si dëshmitar të heshtur të dekadave të historisë automobilistike. Harry Simmons lëvizte mes rreshtave, duart e tij të rrahura nga koha ndiqte konturet e makinave të braktisura, secila duke treguar një histori udhëtimesh të harruara. Në moshën 68 vjeçare, Harry nuk ishte një pensionist i zakonshëm. Pasioni i tij për restaurimin e makinave kishte qenë një shpëtim pas vdekjes së gruas së tij 5 vjet më parë. Puna ritmike e kthimit në jetë të makinave të vjetra i mbante larg kujtimet e vetmisë. Sot diçka ndihej ndryshe. Në momentin që ai pikasi Chevrolet Impala të vitit 1969, një elektricitet i huaj kaloi në përgishtat e tij të vrarë. Makina ishte një kapsul kohe, boja blu e mesnatës ende mbante një gërim të shkëlqimit origjinal pavarësisht të viteve të neglizhencës. Ndërsa Harry kalonte dorën për gjatë krahut të makinës, ai e vuri re diçka të veçantë, një sër gërvishtjesh të cekta pranë bagazhit, pothuajse sikur dikush ishte përpjekur dëshpërimisht të linte një shenjë. Diçka nuk shkonte me ty. Mërmëriti ai më shumë me veten se sa me makinën. Me lëvizje të ushtruara, Harry hapi bagazhin. Era e rëndë e pëlhurës së vjetruar dhe diçka tjetër e papërcaktueshme doli prej andej. Të fshehura mes mbeturinave të akumuluara ndër vite ishin sende që menjëherë tërhoqën vëmendjen e tij. Një ditar i vjetër prej lëkure, disa fotografi të zbehura dhe një tuf rrobash që dukeshin dekada të vjetra. Fotografit ishin të parat që kërkuan vëmendjen e tij. Imazhe bardhë e zi të 2 grave të reja, njëra me një buzëqeshje të vendosur, gazetareje, tjetra me rezervuar për një lloj goditëse. Fytyrat e tyre dukeshin tmerrsisht të njohura, duke nxitur një kujtim nga dekadat e kaluara. Cheryl Matthews dhe Pamela Reynolds, emrat dolën nga thellësitë e kujtesës së tij, një përshpëritje nga misteri më i qëndrueshëm i Elmudit. Harry kujtoi verën e vitit 1971. Tensionin që kishte mbërthyer qytetin, thashethemet e panumërta dhe thyerjen e zemrës së 2 familjeve të shkatruara nga një zhdukje pa shpjegueshme. Rrobat ishin ruajtur me kujdes, thuajse të fshehura qëllimisht, një bluzë blu me një grisje të vogël pranë jastëkut të qafës, një palë xhinse me anët e mbuluara me baltë të tharë, çdo sen dukej se mbante një histori të heshtur që priste të zbulohej. Në fillim Harry hezitoi. Këto nuk ishin thjesht sende të rastësishme, ato ndiheshin si prova. Por prova për çfarë? Një jetë e tërë duke respektuar zbatimin e ligjit lokal udhëhoqi lëvizjen e tij të radhës. Brenda pak orësh, ai ishte ulur përballë detektives Sara Reyes në departamentin e policisë së Elmudit. Sendet misterioze ishin shtruar mes tyre. Ku i gjetët këto? Pyeti detektivja Reyes, me sjelljen e saj profesionale që maskonte një ndjenjë kurreshtje në rritje. Harry shpjegoi varrezën e makinave, Impalën dhe mënyrën e kujdesshme se si i kishte ruajtur të gjitha. Reyes dëgjoi me vëmendje, gishtat e saj ekzaminonin me kujdes fotografitë. Këto mund të mos jenë asgjë, paralajmëroi ajo, ose mund të jenë diçka domethënëse. Testimi mjekoligjor do të tregonte historinë e vërtetë. Analiza e ADN-s, teknologjia moderne që nuk ekzistonte në vitin 1971, mund të hapte potencialisht sekretet e varrosura prej kohësh.
Një javë më vonë, rezultatet erdhën. Mostrat e rrobave përputheshin me profilet e ADN-s të Cheryl Matthews dhe Pamela Reynolds. Jo thjesht të ngjashme, por një përputhje gjenetike e saktë. Hetimi u rindes me njerë, rasti i ftohtë që kishte përndjekur Elmodin për 40 vjet papritmas rahu me jetë të re. Deklaratat e vjetra të dëshmitarëve u rishikuan. Kërkimet gjeografike u planifikuan dhe i dishuari i vdekur prej kohësh Thomas Garrett u bë pika qendrore e një kërkimi të rinovuar. Për Harryn, zbulimi ishte më shumë se thjesht zgjidhja e një misteri. Ishte për t'i dhënë fund vuajtjes së një qyteti që kishte mbajtur një plagë të pasgjidhur për dekada. Chevrolet Impala, dikur thjesht një relike e ndrishkur, ishte bërë një urë mes të shkuarës dhe të tashmes, ndërsa lajmi u përhap në Elmodi. Peshpëritjet u kthyen në biseda. Familjet e Cherylit dhe Pamelës, tani të moshuar vet, mbaheshin pas një shprese të brisht. Diçka kishte ndryshuar e rësira më në fund mund t'i lëshonte vendritës. Pak e dinin, ata se zbulimi më tronditës ishte ende duke ardhur. Dielli pas ditës së vonë hidhte hije të gjata mbi fermën e braktisur të Thomas Garrettit, ndërsa detektivja Sara Reyes dhe Harry Simmons kontrollonin me kujdes hambarin e vjetruar. Pluhuri kërcente në dritën e artë, duke ulur mbi mbeturinat e grumbulluara prej dekadash. Duart e Harryt dridheshin paksa ndërsa lëvizte arkat e vjetra prej drurit dhe pajisjet e ndryshkura të fermës. Çdo lëvizje ishte e qëllimshme dhe me shpresë. Këtu, thiri ai zëriti duke thyer heshtjen shtypëse, i bllokuar mes një trau mbështetës të kalbur dhe një kutie të vjetër veglesh, një zarf i zverdhur i tërhoqi vëmendjen. Sara u afrua, sjellja e saj profesionale u zbut ndërsa nxorri me kujdes dokumentin e brisht. Letra e shkruar me shkrimin karakteristik të Cheryl Matthews ishte datuar vetëm pak ditë pas shtukjes fillestare të saj dhe Pamelas. Letra kërciti ndërsa Sara e hapi atë. Sytë e saj skanonin shkrimin e rregullt, por paksa të dridhur. Të dashur mami dhe babi, fillonte letra. Nëse po e lexoni këtë, do të thotë se kemi gjetur një mënyrë për t'u arratisur. Thomas Garrett u përpoq të na mbante rrobë, por Pamela gjeti një mënyrë për të hapur derën e bodrumit. Jemi të friksuara, por jemi bashkë dhe do të gjejmë ndihmë. Implikimet ishin të thella. Fjalët e Cherylit zbuluan se vajzat nuk kishin qenë viktima pasive, por kishin luftuar aktivisht për lirinë e tyre. Harry u përkul më afër, fryma ju ndal në fyt. Ato u arratisën, përshpëriti ai me një përzierje shpresë dhe trishtimi në zërin e tij. Ekipi mjekoligjor procesoi me përpikshmëri letrën dhe zonën përreth. Prova e ADN-s konfirmoi shkrimin e Cherylit dhe elementet e gjurmë përputheshin me rrobat e gjetura në Chevrolet Impala. Megjithatë, misteri suprem mbeti. Çfarë ndodhi me Cherylin dhe Pamelën pas arratisjes së tyre? Lajmi i zbulimit u përhap shpejt në Elmodi. Në lokal ku brezat kishin ndarë kafe dhe thashë theme, bisedat gëlonin me një energji të rinovuar. Martha Reynolds, nëna e moshuar e Pamelës, dëgjonte ndërsa vëllai i saj lexonte letrën, me lotët që i rrinin në faqet e saj të rrudhura. Ato ishin trime, tha ajo butë. Pamela ime ishte gjithmonë më e fortë se sa e dinte kushdo. Në javët që pasuan, hetimi vazhdoi, por gjurmët mbeten frustruese të pakta. Imazhet satelitore të dhënat historike dhe kërkimet e gjëra nuk dhan asnjë konkrete për faktin përfundimtar të vajzave. Ato ishin zhdukur si fantazma, duke lënë pas vetëm fragmente të historisë së tyre. Harry u ndje gjithnjë më shumë i investuar në këtë mister. Chevrolet Impala e vitit 1969 tani e ruajtur me kujdes, si provë u bë më shumë se thjesht një automjet, ishte një simbol i shpresës, qëndrueshmërisë dhe një histori të treguar për gjysmë. Gjatë një takimi të komunitetit në bashkinë e Elmodit, detektivja Reyes prezantoi gjetjet e tyre. Ndonse nuk mund të themi përfundimisht se çfarë ndodhi me Cheryl dhe Pamelën pas arratisjes së tyre, shpjegoi ajo. Tani e dim se ato nuk ishin viktima pasive, ato luftuan, ato mbijetuan, të paktën për një kohë. Zbulimi solli një përzierje komplekse emocionesh në qytet. Lehtësimi u përziem me pikëllimin e mbetur, shpresa u ndërthur me dhimbjen e pasgjidhur.
Familjet e Cheryl dhe Pamelës, të cilët kishin jetuar me pasiguri për 40 vjet, më në fund patën një vështrim të guximit të njerëzve të tyre të dashur. Për Harryn, zbulimi përfaqësonte diçka thellësisht personale. Mekaniku që kishte kaluar jetën duke restauruar makina të harruara, në një farë mënyrë kishte ndihmuar në restaurimin e një historie të harruar. Chevrolet Impala, dikur thjesht një relike ndrishkur në një varezë makinash, ishte bërë një enë e së vërtetës. Ndërsa vjeshta po i afroi Elmwoodit, qyteti filloi të shërohej. Misteri nuk ishte zgjidhur plotësisht, por errësira ishte shtyrë përpara, qoftë edhe pak. Cheryl dhe Pamela nuk ishin më thjesht persona të zhdukur, ato kujtoheshin si mbijetuese. Në muzeun lokal u kurua një ekspozitë e vogël. Chevrolet Impala qëndronte si pjesë qendrore e saj, e rrethuar nga fotografi, letra e zbuluar dhe sende që tregonin një histori guximi të papritur. Një pllak shkruante: "Ndonjëherë shpresa gjendet në fragmentet që lëm pas." Historia e Cherylit dhe Pamelës do të vazhdonte të përshpëritej në Elmwoodi, një dëshmi e aftësisë së shpirtit njerëzor për të rezistuar, për të shpresuar dhe për të mbijetuar kundër sfidave të pamundura. Harry shpesh vizitonte muzeun, duke qëndruar para Impalas, duke kujtuar se si një zbulim i rastësishëm kishte sjellë dritë në një errësirë dekadash së vjetra. Dhe ndonse e vërteta e plot mbeti e pakapshme, komuniteti kishte gjetur diçka të çmuar, njohurinë se edhe në momente më dëshpëruese qëndrueshmëria mund të triumfojë.